Sigla specialisti në studio na bashkon me doktoresh Otilia Dekovi. Mirë se erdhe, je mjeke obstetre ginekologe, po gjithmonë kemi nevojë për këshilla në ato që ju i quani apo ne në përditshmëri raste të vështira, edhe duket sikur gjithnjë më tepër ka pyetje, ka nevojë për ndihmë. Vini re ju këtë doktoresha? Në radhë parë faleminderit për ftesën dhe t'ju komplimentoj që gjendem gjithmonë komod në studion tuaj dhe biseda midis nesh, si thush, gjithmonë rrjedh natyrshëm. Je mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit. Sigurisht që problemet e fertilitetit tashmë gjithmonë e më shumë po bëhen evidente. Domethënë, jo vetëm unë që jam mjeke që merrem me fertilitetin, po besoj të gjithë ginekologët që kanë pjesën e tyre të pacientëve që ndjekin dhe që janë mosha që kërkojnë një shtatzani, hasin në përditshmërinë e tyre problemet e fertilitetit. Kjo ka të bëjë me disa faktorë dhe kryesori, mendoj unë për momentin, është pikërisht fakti që gratë po fillojnë të kërkojnë një shtatzani në moshë më të madhe. Dhe kjo nuk është fort e lehtë, por njëkohësisht edhe ne mjekët, dhe sidomos mjekët që merren me fertilitetin, si të thush, po ndjekim dhe ne këtë trend, duke munduar tashmë të ndihmojmë këto gra që janë për ne dhe rastet më të vështira. I përshtatemi trendi social të momentit edhe të zbulojnë gjithmonë gjëra të reja që mund të ndihmojnë dhe këto gra që në një moshë më të madhe e kërkojnë një shtatzani për arsye se kanë pjesën e karrierës që e kanë më të rëndësishme në atë moment. Në fakt, në këtë herë u bë shkas një mesazh, dërgon një zonjë në faqen tonë të klinikës dhe mua mu duk real shqetësimi i saj. Ajo është një vajzë që jeton me sëmundjen e ovarit policistik, sindromën e ovarit policistik që e quani ju, dhe e martuar, ka tentuar një shtatzani, ka ardhur shtatzania, i është dashur të ndërpritet kjo shtatzani për shkak të një zhvillimi të embrionit. Gruaja thot kur duhet të filloj përsëri të tentoj për një shtatzani tjetër dhe çfarë duhet të bëj unë si duhet në këtë radhë. A kam nevojë unë për ekzaminime të caktuara dhe për një ndjekje ndryshe këtë radhë? Po, shumë e drejtë. Mosha është mbi 35 vjeç. Po, shumë i drejtë është shqetësimi i zonjës. Shumë mjek ginekolog dhe kryesisht ne mjekët e fertilitetit që në fakt jemi dhe ginekologët që bijem në kontakt më shpesh me këto gra që kanë këtë lloj sindrome apo këtë lloj çrregullimi, ta quajmë, pasi pjesë e këtij shqetësimi të tyre është dhe infertiliteti, pra vështirësia për të pasur një shtatzani. Në radhë parë do thosha që të diferencoj midis asaj që quhet sindrom e vezores polikistike apo model vezorial me tendencë polikistike apo mesatarisht polikistike, ta quajmë kështu. Se janë dy grada të ndryshme. Janë dy gjëra të ndryshme. Sindrom nuk mjafton që ti të kesh vetëm një imazh karakteristik të vezoreve, siç është imazhi karakteristik i vezoreve mikropolicistike që kanë folikuj të shumt, që janë struktura që në fakt teorikisht kanë një vezë brenda, pra, të vendosur në periferi të vezores. Ajo quhet shenja e kolanës ose si një zinxhir me perla, pra, kështu është imazhi ekografik karakteristik. Por që të quhesh sindrom duhet kesh paktën dhe dy kritere të tjera. Pra duhet kesh ato ciklet anovulatorë, do të thotë ti nuk prodhon një vezë çdo muaj, siç ndodh te një grua që ka një cikël të rregullt menstrual dhe ajo do të prodhon një vezë çdo muaj. Po e specifikonte këtë që nuk i kishte ciklin çdo muaj. Mund të ketë dhe diçka një tipar tjetër, siç është për shembull hirsutizmi, që është prania e shtuar e qimeve në vendet e saktuara, apo ndonjë çrregullim tjetër. Në këtë rast kjo konsiderohet sindrom. Ndërkohë që mund të kemi gra me një imazh vezorial të ngjashëm me ato që ne quajmë vezore mikropolicistike, në terminologjinë mjekësore, por me cikle të rregullta, sepse normalisht deri në 35 ditë ne i quajmë të rregullt. Pra ne mjekët e dimë një tendencë që ajo thotë nga muaj në muaj më shtyhet një ditë, më shtyhet 2 ditë, dhe nëse ajo ta thotë këtë gjë dhe ti e shef imazhin vezorial karakteristik, atëherë ti thua kjo është një mild PCO, si thosh një vezore mikropolicistike, po jo sindrom. Sigurisht që sindroma është më e vështirë për të trajtuar dhe aty hasen dhe problemet më të mëdha dhe të fertilitetit. Po çfarë do të thënë? Ja pra, në fakt ajo thotë që u gëzova shumë që arrita një shtatzani. Pa ndihmë. Po çfarë do të thënë, sepse shpesh herë shumica sidomos kur janë vajza të reja në moshë dhe të shqetësuar vinë dhe thonë kam kiste. Nuk është e vërtetë që kanë kiste. Ato janë folikuj dhe është një model apo një sindrom apo një model vezorial i lindur.